Sepse ka pas shumë bandit tu, apo jo? E këta nuk e kam sjellur. A më keni parë mua? A ka një shqiptar që thotë që kam lidhur me një bandit? Po, ka shumë shqiptarë që më akuzojnë se kam qenë shoku i Edi Ramës. Është vërtet. Po a ka njëri që thotë që kam lidhur me një bandit? A ka njëri që thotë që kam lidhur me Elvis Roshën dhe kam bërë deputet apo kryetar bashkie? A ka njëri që thotë që kam qenë shoku Koço Gdhimës unë? A ka njëri që thotë që 25 vjet, 17 vjet Edi Rama kryetar bashkie, ministër, kryeministër. Si është bërë tu ta pyes Gramozin? Si është bërë? Duke na qartë gjithë dhe ne ke shtëpia. Po, nuk e dini ju shumica që keni ardhur. Po ne që për fat keq kemi qenë dim. Duke qartë. Kam detyrim të them to, jo fare. Unë nuk jam banal. Unë nuk jam njëri banal. Unë flas për politika, nuk flas për gjëra personale. E sigurisht kam për të thënë. Shumë që di, edhe shumë që më kanë thënë që di. Unë nuk tregoj me këpi verë, se nuk e der dot në verës. Unë nuk tregoj me kahase, nuk e përmbys kupën, edhe pjatën. Unë nuk vim në parlament për fol për gjëra personale. Unë vim për gjëra që shqetësojnë Shqipërinë e komunitetin ndërkombëtar. Kush janë këto? Droga. Është përgjegjësi Edi Rama. E ka inkurajuar. Kush janë këto? Papunësia. Është përgjegjësi Edi Rama, e ka inkurajuar. Nuk e kam qeverisë Shqipërinë asnjë ditë. Asnjë ditë nuk e kam qeverisë Shqipërinë. Kush është përgjegjës për kontraband në Shqipëri? Kush është përgjegjës që 350 milionë euro nuk i merren të pasurve në Shqipëri? Po i falen në formë taksash. Këta janë miqtë e mi apo miqtë e Edi Ramës? Kush është përgjegjës që janë tradhtuar kaq shumë shqiptar? 400.000 shqiptar të varfër, për cilën nuk i vjen, nuk thon asnjë fjali këtu. Ja mund apo është Edi Rama? Ky është banalizimi i këtij parlamenti. Erdhe sot dhe u morë me mua. Do t'rregoj unë çfarë bëhet ti Fatosit. A ka koha t'rregojmë ne dy çfarë bëhet ti me Fatosin? Edhe si sillesh me Fatosin për të marrë vend pune? Unë nuk besoj se ka koha akoma. Edhe ndoshta s'kam për të treguar kurrë, se kjo nuk është në fibrën time. Unë flas për politikë. Pse i kam nga Partia Socialiste, kam tradhtuar mandatin e kujt? Mandatin e kujt në Elbasan kam tradhtuar unë, po bën të llogari votash. Mandatin e askujt nuk kam trafikuar unë, ta them pse. Nëse do e mbaj atë mandat, siç donit ju, duhet kisha votuar që ligji i arsimit lart nga publik bëhej privat. Duhet kisha votuar që armët kimike të vinin në Shqipëri dhe të lmonin gjithë. Duhet kisha votuar që të vinin mbetjet në Shqipëri. Duhet isha bërë si Elvis Roshi. A duhet ta në emër kujt ishte ky mandat? Në emër tënd jo, në emër shqiptarëve. E kam mandatin në emër shqiptarëve edhe nuk kam ndërmend të jap asnjë bande. Asnjë bande. O varit lutem ta mbaroj. Opozitë s'keni. Ky erdhi foli vetëm për mua, unë po flas parim. Do t'ju them sa vjet kanë pushtet ti Iliri dhe Saliu. Të di kjo, po vërtet është. Sa vjet kanë qenë në verin pushtetit, dini ju? 45 vjet. 45 vjet në veri. E dini sa është Iliri, Saliri dhe Deliri? E dini sa? 17 ky. 17 vjet pushtet. A ka një popull që mba 17 vjet pushtet njëri? Ky është. Kryetar bashkie, ministër, kryeministër, do prapë dhe mandat. Për çfarë të japi mandat, ja bën 21 vjet. Për çfarë? Për çfarë do paguni taksa për këtë akoma? Që ty çojt punon në arat me kanabis, t'ju kthejnë slever. Të japi gjitha koncesionet bez vetave këtu. Zoti Blushi, përfundojeni se jeni jashtë kohës. Për çfarë do jepni 21 vjet këtij njeriu? Për çfarë do jepni 21 vjet e 4 vjet tjera? Për të qeverisë në këtë mënyrë. Një njeri totalisht i papërgjeshëm, që ka bërë karrierë duke qarë te supër e shokët vet. Unë e detyruar sot t'ju them që sikur 5 mandate kisha. 5 mandate kisha, unë nuk ja ulja asnjërin dorë juve. Se mandati nuk ka rëndësi kush e ku e merr dhe si e merr, ka rëndësi për çfarë e përdor. Ka rëndësi për çfarë e përdor. Se kam përdor asnjë ditë për të bërë dëm. Edhe sa për librën. A keni pa kryeministrin më banal që konsideron më të rëndësishme për një vend, një armë me kanabis, se sa i bibliotek. Është vërtet, unë vi nga biblioteka dhe kam për nder. Unë vi nga biblioteka, unë shkoj te bibliotekës sepse librat janë liria ime. Unë nuk kam vrarë njëri. As kam bërë në syt kur është vrarë njëri. As kam mbjell ndonjë gjë me armë me kanabis. Unë kam shkruar libra në këtë vend. Edhe kush ai që beson që ky që e ka mbush Shqipërinë me drogë, i pas ka bërë të vendi më mirë se njëri që shkruan libra. Zoti Blushi. Ja pra kjo është vërteta. S'do të zgjadem se lezoj. Po e le pra. Fjalën ka deputeti Hafizi. Jo, lutem. Mbajti kryeministri një fjalim këtu me një fjalim për njeriu degraduar, totalisht. Je i degraduar si mik edi. Je i degraduar si mik, jo vetëm si kryeministër. Nuk ngrihet njëri të flasë kështu në një parlament serioz, dini që po ndryshon qeverinë. Megjithatë po të themi gjë. Unë nuk isha në një ide, po ti më ke borxh akoma. Nuk e di atë më lash ndonjëherë. Më ke shumë borxhe, po një do ta përmend. Kam kërkuar para një viti që të ndile përballë. Dhe të votoheshim. Ka që kërkova unë të gjithëve edhe këtij ish miku tim. Çfarë kërkova? Të ndile përballë edhe të votoheshim. Kush binte më shumë njerëz? Ai fitonte. Iku nga gara. Ti ke ikë nga gara, e këtë borxh do ma lash. Ke iku nga gara si i frikacak. Po s'u votove. Ta dish shqiptar, nuk pranove të votohesh me mua. Do ta jap këtë mundësi edi. Ta dish, do ta jap këtë mundësi shumë shpejt. Ti ke ikë nga gara si i frikacak. Edhe nuk ka njeri. Mundhimsesh fakt, mundhimsesh. Nuk ka njeri që mund ngrihet tu dhe të flasi kur i ka ikë një garë. Ne jemi kuaj racë, ne shkojmë në garë. Edhe sikur të vritemi. Po ai që ikën garës nuk e meriton këtë fjalë, ti je frikacak.
Tim ke ikur nga gara, edhe kjo është arsyeja që unë nga Partia Socialiste. Sepse unë çefe. Edhe ato kishte bërë atëre. Po përkundra, ç'a bëre? Shkova në Elbasan, sepse më kujtova Elbasanin. Dolën 200 veta aty pianec. Edhe horra. Zjarr fikse e bashkisë të qazimit. Edhe më sulmuan mua, ç'a bëre ti? U bëre me ata. Ti e për udhimse. Më sulmoi Elvis Roçi mua, ç'a bëre ti? U bëre me ata. Ka pas njerëz këtu në këtë grup parlamentar, kanë nxjerr armën. Duke sulmuar deputet, u bëre me ata. Ti e bër me gjithë horrat e Shqipërisë. Edhe prandaj nuk meriton më të jesh miku im. Megjithatë historia vazhdon. Ndil përballë, edhe mos u bëse sot që vjen këtu dhe mafja lime kundër shpinës. Ti e de kekët, vret mas shpinën. E din gjithë. Po, kryeministri ka fjalën, zoti kryeministër. Për fat mirë nuk jemi vetëm dhe ka njerëz që na dëgjojnë dhe bëjnë qartësisht vlerësimin e atyre që themi, asgjë personale, thjesht informim për ata që nuk e njohin, për të rinj që lexojnë të dera libra dhe hynë brenda gjejnë një shkrimtar të ri dhe një politikan të lodhur, dhe për të tjerë që nga distanca nuk e deshifrojnë dot. Dhe kjo prap tani nuk është replik me të, s'kishta replik me të. Ajo çka thash ishte detyrim ndaj njerëzve dhe detyrim ndaj shokëve tanë, ministra dhe gjithë tjerëve këtu që sa herë futen në gojën e tij duhet të ndjehen sikur janë në nofullën e Saliut. Ajo që kam dëshirë të tregoj, ne e dim, po për ata që nuk e njohin, është historia e Akrepit me Bretkocën. I thot Akrepi Bretkocës të t'jipin kurris që ta kalojnë bashkë të lumë, hajde i thot Bretkoca. Dhe mund mes lumit Akrepi i fut thumbin. Qa bëni, thot Bretkoca? Nga mbytet dyve. S'kam që bëj, tha, është në natyrën time. Kryetari i 297 i partisë 297 politike shqiptare në formë veture personale. Mbi derë shkruhet libra, po brenda ka vetëm një shkrimtar të ri e politikan shumë të vjetër, që për një karrige shumë të vjetër në parlamentin e ri, shikoheni, e ka kthyer vetveten në personazhin e fryrë me ajrin e ambicjes tij. Një personazh i sajuar, tamam si letërsi, po ma këtë herë njeri i gjallë në librin e jetës sonë reale, i cili sapo ka zbritur këtu mes nesh, mes shkretëve shqiptar në një planet tjetër, për t'ju dhënë pushtetin të varfërve, sapo t'i ke dhënë dërmën partive të vjetra. Ky është sot miku ynë Beni, dashur shok ti, gjithë ju këtu. E kam dëgjuar vetë, ndonjëherë, dhe kam dëgjuar shpesh për jush se si në këtë foltore është rropatur duke recituar hartime të mbushura me mblefin e vetë të pangushëllueshëm. Është rropatur të krijojë personazhin e tij në sytë atyre që se njohin, sepse janë shumë të rinj, ose nuk e deshifrojnë se janë shumë të lodhur. Dhe s'kam dashur asnjëherë të kushtoj kohë dhe fjalë, përveç se një herë që më detyroi në një interpelancë e qartur parlamentare ku më thirri bashkë me zotin Nardi dhe me zotin Vangjeli. Kam menduar që miku ynë i betuar si kundërshtar nuk meriton përgjigje. Dhe është shumë e thjeshtë pse? Sepse erdhin këtë parlament për të përfaqësuar socialistët e Elbasanit dhe përdorin mandatin e tyre të pafajshëm për të bërë fajin banal të përgojimit dhe të baltosjes ndaj qeverisë tyre dhe të gjithë socialistët e Shqipërisë. Zi e më zi, sali e më sali. Shto katran e shto boj këtu në këtë foltore. O blush edhe sot po kështu mendoj, që ti nuk meriton minuta dhe fjalë nga koha dhe puna jonë. Por kjo përgjigje sot pa është alshosh për pak javë karrigen e deputetit socialist të Elbasanit, cilën e ke zënë pa drejtësisht dhe e ka abuzuar maksimalisht për hesabet e tua personale, vërtet po të drejtohet ty, ama është një përgjigje jo për ty, po një shpjegim nga ana jonë, nga ana ime për ata që s'njohin, apo s'të deshifrojnë dot nga larg, të cilëve janë ndjej për borxh, t'u dalë borxhit, dhe t'u them se personazhi yt më i ri, kryetari 219 i partisë 219 politike shqiptare në formë veture private,
është një xhaket jo vetëm e vjetër në garderobën e kësaj politikës son, po dhe e kthyer mbrapsh, më shumë se një herë, në plot 20 vjet me radhë. Dhe gjithashtu po e jap të përgjigje sot edhe në emër të gjithëve ju, po dhe si borxh ndaj shokëve tanë dhe ti, ministra deri javën e kaluar, cilve u kishte rezervuar nga kjo foltore, si isha ditë, një nga ato bataret e ti për i këpëdari i gojshtur, që ai kujton për genialitet oratorik, po që në fakt janë shpërthime shëmbullore, të një të smirë zezlëku karakteristik. E vërteta e vjetër, që gjithë ne, shokët e shoqet e partisë ti të vjetër, e dim prej shumë kohësh, është që Beni vdes për pak minister. Ai shumë vdes për pak minister, sa është gati të shfaqet e rilindur në lëkurën e një personazhit krijuar prej atij vet me veten e tij, për të dukur si një politikan i ri në librin e vjetër të politikës, ku ai në fakt nuk mungon si protagonist i vjetër, kulisash dhe tribunash, që nga dita e parë e qeverisë parë të Fatos Nanos, 20 vjet nga sot. Dhe dim gjithë që ti jo thjesht vdes të bëhesh pak ministër, po të vjen vdekje me tepri, që tjerë të bëjnë ministra dhe ti jo. Sajmir Tahiri u bë ministër, ti jo. Blendi Klosi u bë ministër, ti jo. Ilir Beqa u bë ministër, ti jo. Blendi Çuçi u bë ministër, ti jo. Po mirë më shpëtimtar i pavlerësuar i Shqipërisë, se më erdhi dhe shumë zor kur më treguan si u lëshove Blendi Klosit me një fjalor si karrocier i dheur. Po si mund të ishe ti ministër i këtij mandati të Partisë Socialiste, që si udhëheqës politik i qarkut e Elbasanit mor rezultatin më dobët Partisë Socialiste në 12 qarqe. Dhe jo Blendi Klosi, që udhëhoqi Partinë Socialiste në qarkun e Durrësit, duke marrë rezultatin më të mirë në 23 vjet Partisë Socialiste. Po mirë më strateg i paprovuar i Shqipërisë, si mund të ishe ti ministër, që si ish ministër i kësaj partie, 2 herë në kohën e Fatosit, bëre 2 vrima të mëdha në ujë. Ti që nga qeveria e Ilirit u shkarkove fluturimthi, si zëvendës ministër i jashtëm, se hape një nga ato gropat e papërgjegjshmërisë tënde lapidare në marrëdhëniet e punës. Ti, ministër, e jo Ilir Beqa, që ty t'jep ujë në bisht lugës kur flitet për programe reforma, dhe mos e vazhdoi krahasimin me leximin e shifrave dhe me kuptimin e fakteve të sektorëve të qeverisjes, se këtu e dim të gjithë, e dim ne të gjithë, që në ato thellësira ti hahesh vetëm me nart ndokën kush është më i thellë. Po mirë më reformator i pasbuluar i Shqipërisë, po si mund të ishe ti ministër, që kur drejtove një goxha ministri të pushtetit vendor, dhe me demek do bëje reformën territoriale dhe kartën e identitetit, se pra ato 2 punë të shkreta që i Fatosi shkret një nga 2 herë që të bëri ministër, nuk qullose as njërën dhe as tjetër. Pra ti ishe ti, dhe jo Blendi Çuçi, që me 2 zyra si ministër shteti, një kur rritë vetë dhe një me 3 bashkëpunëtor, bëri reformën administrative territoriale, një zhvillim historik në rrugën tonë për të bërë shtet. Mos flasim pastaj për Sajmir Tahirin, o ti shoku i ngushtë i Sajmirit, që Sajmiri tash kamerë i ankohesh si shok, pse s'u bëre ti ministër, ndërsa në Mexhelis i ngulje dhe sot prap ministri tonë të brendshëm thika dhe Saliut. Dhe jo vetëm Saliut, me i ftohtësi që Saliut ty të merr të keqen. Po s'ke shumë fakt se ti je një mendje madh, aq i pashërushëm, sa nuk e kupton dot që diskutosh a duhet të jetë Sajmiri ministër apo ti, është njësoj si diskutosh nëse Champions League-ën mund ta fitojë Juvja apo Shaka Hoxha. S'ka asnjë problem dhe asnjë çudi dashur miq. Politika ka vende për tullumbace mediatike si puna e Benit. Parlamenti ka vende për gënjeshtar profesionist si puna e tij. Qeveritë të vend kanë pasur vend edhe për ministra sa për të zënë vendin si puna e tij. Por blush si tregoi dhe koha, Partia Socialiste ka aq shumë ministra më të zot se ty për Shqipërinë, se sa ti dhe personazhi yt i ri me partisën tënde të re. Që s'mbeti gjë tjetër veçse tikësh dhe ta qellosh nga jashtë me bajtën e Saliut. Këtë parti, pasi u lodhe pa sukses, ta rrëzosh nga brenda këtë qeveri. Dhe di që edhe sot, s'ke si e voton ti Oltën, që ka një përkushtim për punën që ti nuk e ke. As Ogertën, që ka një aftësi menaxheriale të provuar që ti nuk e ke. As Shalsin, që ka një virtyt shumë të rëndësishëm, respektin për tjerët që ti nuk e ke.
As Fatmirin jo, që ka të mirë e madhe që nuk e lidh kontributin për skuadën tonë me rëndësinë e karrikës ku ulet. Gjë cilën ti jo nuk e ke, por nuk e kupton. Tani vazhdo bie i legendit Çadrës. Përbetohu po deshe që s'ke asnjë lidhje me Çadrën, po të lutem, na e kurse betimin që s'ke lidhje me ulluqet